Mi kthehemi në studio, të flasim tani për zhvillimet ndërkombëtare. Unë kam në lidhje të drejt për drejt analistin e gazetarin e njohur Ben Andoni. Beni, shumë faleminderit që je me ne, shumë kënaqësi të bisedojmë. Përshëndetje Gjujt dhe faleminderit. Ben, po nis diskutimin nga një deklaratë e presidentit amerikan sa i takon Iranit, ka kërkuar praktikisht mbështetjen e fuqive ndërkombëtare për të garantuar lirshmërinë e qarkullimit në ngushticën e Hormuzit. Ftesa ka shkuar deri në Pekin, por duket se pritshmëritë më të mëdha janë tek aleatët e NATO-s. Nëse nuk do të na mbështesni, do të ketë një hakmarrje amerikane, me sa po themi kuptohet dhe nga deklarata e tij. Çfarë të bëri përshtypje? Më bëri përshtypje që po merr jetë gjithmonë më shumë ajo që specialistë ndryshëm tashmë e theksojnë hapur, vdekja e butë e NATO-s. Është një koncept që është futur gjithmonë më shumë në, të themi, në artikujt shkencor ose në tematikat që kanë hapur ekspertë të ndryshëm për sa i përket NATO-s. Dhe ju e keni parë që goditjen më të madhe, sidomos në fillim të këtij viti, e morën informacionat lidhur me Groenlandën dhe gati ana shumë agresive Shtetet Bashkuara të Amerikës në qasjen e këtë lloji probleme. Dhe ja ku po vim tani në këtë konstatim që ju e bëni me të drejtë, që keni futur në panelin tuaj, për sa i përket armës së të gjithë struktit të NATO-s. Ka një problem dhe po e nis nga fundi që lidhet me vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Zoti Trump para disa ditësh konfirmoi personalisht që flota amerikane do mbështeste dhe do siguronte kalimin e të gjitha anijeve që merren me, të themi, me transportimin e naftës në ngushticën e Hormuzit. Një gjë e cila tashmë ai do ta çojë si peshë, do ta çojë tek të tjerët, se duket që pesha e marinës amerikane atje nuk është aq e madhe saqë mund ta përmbajë të gjithë këtë operacion jashtëzakonisht të kushtueshëm. T'ju them një element, tashmë afër Gjirit gjenden anijet e flotës 5 amerikane, dhe në fakt ato kanë më shumë misione goditëse se sa misione patrulluese. Megjithatë ushtria mund t'i përshtasë të dyja këto objekte, por duke u shpërndar në këtë aksion, ju e dini që jo vetëm shpenzimi është shumë i madh, por nga ana tjetër dhe shpërqendrimi i aksionit është jashtëzakonisht i madh, ndërkohë që Irani ka filluar ta diversifikojë shumë sulmin e saj. Dhe tani kthehemi ke pjesa e gjeopolitikës. Gjithmonë më shumë palë amerikane që përpara se të vinte zoti Trump në mandatin e parë, ka qenë jashtëzakonisht skeptike për të ardhmen e NATO-s dhe mbi të gjitha ka kërkuar që aleatët e saj të merrnin peshë më të madhe për sa i përket politikës së mbrojtjes e tjera. Në ditët tona këtë peshë të dytë, se peshën e parë kanë kërkuar, ju siç e dini, me rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes për të shkuar në 5%, që është një objektiv gati cfilitës për një pjesë të vendeve, dhe llogariteni kur e quhen cfilitës Italia me Gjermaninë, llogariteni vende si Shqipëria dhe të tjera që buxheti i tyre qepet gjatë rrugës dhe mezi përballon problemet sociale, problemet ekonomike dhe të tjera. Dhe në këtë sens ai ka kërkuar aleatëve që të bëjnë këtë punë. Por keni parasysh diçka. Aleatë si Gjermania ose vende të tjera kanë filluar të diversifikojnë nga ana tjetër burimet e tyre të energjisë, që do të thotë naftën dhe burimet e tjera e marrin nga kanale të ndryshme. Madje të them një element, edhe nafta ruse që vjen nëpërmjet palëve të treta dhe jo direkt, sepse nafta ruse është në embargo, tashmë futet në Europë, dhe madje ju e dini Shtetet Bashkuara të Amerikës do fillojnë t'i lehtësojnë sanksionet për Rusinë, pikërisht për efekt atyre që po i kërkon ekonomia e vet. Dhe para disa orësh zoti Trump me stafin e tij më të ngushtë, zotin Vance dhe zotin Rubio, janë gjetur përballë
jo kritikave, por të themi konstatimeve që bën 3 kompanit më të mëdha amerikane për rritjen dhe sidomos për abuzimet që po bëhen në treg. Dhe në këtë sens, zoti Trump ka qenë i pamëshirshëm tashmë, ashtu siç është i drejt për drejt, i paparashikueshëm me aleatët e vetë të NATO-s. Gjermania e ka prerë, ju e dini Spanja e ka prerë pak më përpara këtë lloj mbështetje. Mbretëria e Bashkuar po tregohet jashtëzakonisht e kujdesshme dhe mbas ofendimeve që ka marrë zoti Starmer, unë shikoj dhe Britania është vazhdimisht e kujdesshme dhe në momentin që ata ofruan prapë ndihmë dhe që zoti Trump e refuzoi, ju kuptoni se bëhet shumë e vështirë që ata të vetë afrohen për gjëra të cilat nuk kanë shumë interes. Ndërkohë që Irani ka filluar të bëjë tërheqjet e para, dhe tërheqjet e para janë që vendet të cilat anijet e tyre kalojnë në Hormuz dhe u përkasin vendeve të cilat nuk janë në sulmet në Iranit ose mbështetës të Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të vazhdojnë operacionet. Dhe po ta keni parë me kujdes, zoti Trump ka filluar ta zbusi gjuhën dhe ka filluar të kërkojë ndihmën e Kinës. Por ju kuptoni që në këto momente për shkak të futjes gati pa objektiva të qarta të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Kina nuk mund ta pranojë kaq lehtë. Para se është dëmtuar jashtëzakonisht rënd dhe Kina në këtë moment që po flasim ka filluar të shfrytëzojë depozitat lundruese të saj. Ju e dini që afër zonës ata kanë depozitat lundruese për të cilat mendohet, pastaj kanë fondet e brendshme sovrane të cilat i vendosin në funksionim, po kjo mund vazhdoj pak javë dhe pastaj duhet i kthesh prap logjikës se si funksionon ekonomia, ndërkohë që India nga ana tjetër ka filluar të ndjejë peshën shumë të madhe të gjithë kësaj dhe India, po ta keni parë me kujdes, i është kërkuar që i është lehtësuar sanksione për të marrë naftë nga Rusia. Dhe gjitha këto bashkë tani e bën zotin Trump që i natin më të madhe, peshën më të madhe të janë nxjerrë vendeve të NATO-s. Unë besoj që nëse do ma lejoni edhe këtë, është fillimi i asaj doktrinës që ka kohë që po flitet, neve rrezikohemi nga kjo për hir të vërtetës, sipas të cilës 300.000 ushtarët amerikanë që janë në Europë nuk është e largët dita që të reduktohen në masë shumë të madhe dhe Europa duhet mendojë realisht për zëvendësimin e tyre, ashtu dhe si për zëvendësimin e të gjithë sistemit mbrojtës të saj të së ardhmes. Këto janë lajmet e fundit dhe janë jashtëzakonisht shqetësuese për publikun. Ben, ajo që në shqetëson nëse largëshof ndodh kjo e fundit është dhe Kosova. Mirë po Kosovën dhe Shqipërinë i kemi parë në bordin e paqes, Ramën e kemi parë të shtyr drejt një politike të jashtme më shumë të linjëzuar me Trumpin, madje bëri çudi edhe një lloj heshtje ambasadës amerikane kur të gjitha vendet e BE-s reaguan për çështjen Balluku. Shqipëria dhe Kosova po zgjedhin Amerikën në këtë dualitet, që mos t'i themi përçarje ende pa u bërë tillë? Patjetër, Kosova ka të detyrueshme dhe pa çka problemeve shumë të mëdha që ata kanë brenda dhe pa kënaqësive që kanë. Ju besoj e mbani mend sepse keni transmetuar dhe në ditën që zonja Osmani firmosi në Zvicër në fillim. Zoti Kurti ishte dhe ishte gati pas kuintave, pa çka mosmarrveshjeve që kanë ata dy. Zonja Osmani është në orët e fundit të saj në presidencë, por Kosova ka pas të detyrueshme. Për sa i përket Shqipërisë, Shqipëria në mendimin tim duhet të jetë jashtëzakonisht e kujdesshme dhe duhet të ruhet nga protagonizmi i tepërt. Por dhe Shqipëria është e detyruar që të bëjë lëvizjet që bëjnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një farë mënyrë duke ja vështirësuar marrëdhëniet e saj me Bashkimin Evropian. Ju e kapët shumë mirë sensin dhe ne jemi tani para Ticakut, ne jemi përmes dokumentacionit që po çohet nga Komisioni Evropian në Këshillin Evropian për të kaluar në procesin e Ibarit, i cili
cakton piketat e tjera të vendit dhe mënyrën se nga ku do fillohet për mbylljen e kapitujve, që duket që është një proces jashtëzakonisht i vështirë. Por në pjesën amerikane, të them diçka, pa çka konjunkturës së momentit, në qoftë se në skenarin më të keq, por unë personalisht nuk e besoj për momentin, por me çfarë shikohet nga lëvizjet shumë të shpejta të Shtetet Bashkuara të Amerikës, duhet mësojmë me gjithçka. Askush nuk i parashikonte këto një vit e gjysmë më përpara kur zoti Trump u ngjit në pushtet. Dhe në qoftë se ata do zvoglojnë trupat, më besoni, në qoftë se ata zvoglojnë në Gjermani dhe në Poloni që janë vijat e para të mbrojtjes së Europës ndaj Rusisë, mos e llogarisni fare Kosovën, mos llogarisni më asnjë vend tjetër, sepse kjo do të tregojë tamam ravizimin e rendit të ri, pa çka se rendi i ri kanë shumë të drejtë një pjesë të teoricienëve që thonë që rendet e reja vendosen me luftë, por me sa duket rendi i ri i cili po ravizohet para syve tanë është ai që ne shikojmë dhe nuk kemi në gjendje që të bëjmë asgjë tjetër. Kur flas në veten e parë shumës, flas për strukturën e OKB-s që ju e keni parë sa i vobek, sa i ndrojtur, sa i pafuqishëm duket shefi i OKB-s tani. Nuk duket më as si personalitet, po duket si kryetari një OJQ-je, domethënë, jo sikur të jetë shefi i OKB-s. Dhe nuk them që është realitet gati i pa realizueshëm. Dhe mënyrën se si zoti Trump e trajton presidentin rus Putin, duke trajtuar me eufemizma dhe në sensin e mirë, duket që për Europën kanë ardhur ditë të errta, domethënë, dhe sidomos edhe për vende si ne është tashmë e ardhmja është gati e paparashikueshme. Ben, ndërkohë ka patur një kontradikcion mes Ramës dhe Vučić. I pam të dy në një editorial të përbashkët për një media gjermane, ku flishin për integrimin me kushte, siç është propozuar nga BE-ja të Shqipërisë edhe të Serbisë, pra integrim në treg, pa veto dhe pa shumë të drejta tjera që i takon një vendi normal. Një javë më vonë, Serbia njofton blerje të disa raketave supersonike me rreze deri në 400 km nga Kina dhe bëhet vendi i parë evropian që posedon një lloj armatimi të tillë. Vučić del në mediat serbe dhe thotë që shqiptarët dhe kroatët po përgatiten të na sulmojnë. Kjo të paktën për ne është ironike se ne s'kemi as armë të kalibrit sulmues. Rama nga ana tjetër në një intervistë për median turke thotë që nëse sulmohet Kosova është sulmuar edhe Shqipëria. Si e sheh retorikën e të dyve, ka dhe një përbashkët të dy përballen me probleme korrupsioni në të dyja shtetet? Besoj që është jashtëzakonisht shqetësuese. Është shqetësuese për arsyen e vetme që të dy kanë probleme shumë të mëdha në mjedisin e brendshëm. Besoj që zoti Vučić do bëj akrobaci të tilla deri vitin tjetër kur ka një aktivitet shumë të madh. Ka Expo 2027 që po bëjnë serbët, është një nga rritjet më të mëdha të tyre, për sa i përket infrastrukturës, kulturës, pjesës sociale që duan ta bëjnë Serbinë qendër të Europës qendrore, patjetër qendër të Ballkanit, po dhe një vend që në të ardhmen në duke të jetë shumë i hapur për faktorin ndërkombëtar e të tjerë. Dhe zotit Vučić për të mbajtur pozicionin e tij, dhe ju e dini, ai po përgatit edhe rokadën për të kaluar si kryeministër i vendit, sepse ka thënë që nuk do kandidojë më për president, po bëhet nëpërmjet përpjekjes për ndryshime kushtetuese në Serbi, që ai do ketë atribute më të mëdha si kryeministër, që do thotë prap fuqia do ngelet tek ai. Po, në të njëjtin pozicion është zoti Rama, me një arrogancë të jashtëzakonshme, ai po shpërfill gjithçka tani, dhe mbi gjithçka i duhet pushteti i tij, pushtet të cilin e ka absolut në partinë e vet, por ka arritur të kuptojë dhe në partinë e vet diçka po vlon, dhe nga ana tjetër në vend.
vendi përballet me situacione as pak të mira, me kohezion social jo të mirë, me probleme ekonomike dhe të tjera. Dhe të dy gjetën një element në momentin që Europa është jashtëzakonisht e shpërqendruar për të bërë një letër të përbashkët që ende sot nuk dihet se kush është ideatori, nuk dihet kush është sponsorizuesi mental i tyre, dhe mbi të gjitha me një shqetësim shumë të madh. Në momentin që zoti Rama e shpalli publikisht që Balkan Open vdiq, ai bën diçka me zotin Vučić, e para për t'i dhënë karburant, po e dyta për të shmangur çështjen e Kosovës. Kosova, sipas kësaj logjike, nuk është më problem për Serbinë, ndërkohë që po të ndiqni me kujdes retorikën serbe, ata tashmë nuk e kalojnë as në mendjen më të thjeshtë që në një ditë mund ta rishikojnë qëndrimin ndaj Kosovës, që do thotë a priori Serbia nuk mund të futet në Bashkimin Evropian, vetëm në qoftë se do ndryshojnë modalitetet. Serbia dhe Federata e Bosnjës janë tashmë pikat më të errta të Ballkanit, dhe t'i japësh oksigjen në këtë moment unë mendoj që është pak e pandershme. E para sepse zoti Vučić duhet të demokratizojë Serbinë, një vend që meriton të demokratizohet, sepse ka fuqi të jashtëzakonshme sociale, ekonomike të njerëzve të cilët duan një Serbi ndryshe. Ashtu si zoti Rama duhet ketë parasysh që duhet ketë fillimisht përballje më të mira në vend me drejtësinë, me politikën ekonomike dhe sociale, në mënyrë që të mendojë që Shqipëria të bëj rrugën e saj të integrimit në mënyrën e sa më të mirë të mundshme. Serbia deri tani ju e dini ka mbyllur 2 kapituj, kapitullin e arsimit, kapitullin e kërkimit shkencor e tjera, ndërsa Shqipëria tashmë gjendet pa rrugës më të vështirë që do e lejojnë të fillojë të mbylli kapitujt apo jo. Prandaj të dy në mungesë transparence totale, ku në mendimin tim as në Ministritë të Jashtme nuk e dini tonën, të dyjave edhe në Shqipëri edhe në Serbi, po bëjnë disa akte të cilat i tregojnë realisht ashtu siç janë. 2 autokratë të cilët duan të futen nga dera e pasme, të gëzojnë benefitet e Bashkimit Evropian, pa çka se edhe ne shqiptarët po i gëzuan ata do i fitojmë dhe ne, por jo me këtë lloj status quo, në mënyrën se si ata i kanë bërë vendet tona, i kanë bërë gati vendet pajetueshme. Prandaj po them që kjo është pritur jashtëzakonisht keq në Kosovë, ashtu siç duhet pritej. Dhe personalisht më ka ardhur keq që nuk ka pasur qasjen e dur në Shqipëri. Mua personalisht më ka emëruar qatë të natë nga Kosova, por Shqipëri pothuajse impakti i saj ka qenë shumë orë më vonë, shumë kohë më vonë, dhe pothuajse politikës sonë, qoftë nga opozita, as nuk i bënte përshtypje fare. Ben, shtimi e armatimit në Serbi, si e lexon, Serbia shpenzon po aq ushtarakisht sa Shqipëria, Kosova dhe Kroacia të marrë së bashku. Është gati e frikshme se po i ofrohet dhe Greqisë me shpenzimet ushtarake. Dhe mos u çuditni që mbas pak vitesh ta kalojë edhe Greqinë në shpenzimet ushtarake. Që Greqia ju e dini është një vend i cili duhet të përballet dhe të mbërrinë në alert përballë Turqisë, këto janë paradokset e NATO-s. Dhe nga ana tjetër është një vend potencialisht i jashtëzakonshëm për gjithë historinë e saj dhe të tjera. Dhe në këtë sens unë besoj që Serbia është e rrezikshme edhe për faktin që vazhdimisht po mban të ngrehur pozicionin që është e kërcënuar nga Kroacia, nga Shqipëria dhe nga Kosova. Unë nuk e besoj, dhe mendja me qartur mund ta besoj që është e kërcënuar nga Kosova, ndërsa nga Kroacia e besoj dhe më vjen shumë mirë, sepse e doja shumë forcimin e Kroacisë, sepse të paktën Serbia do ketë mundësi në çdo skenar të keq të paktën që të ketë frikë në 2 fronte, edhe nga fronti shqiptar edhe nga fronti kroat. Po më ka ardhur mirë për një fakt që kroatët të paktën gjithmonë nuk kanë treguar serbë, u kanë treguar dhëmbët. Ndryshe nga ne që merrim me këto narrativat që si kemi sulmuar e tjera. Me çfarë duket serbë duhet t'i sulmosh, qoftë në mënyrë verbale, qoftë në mënyrë jo verbale, për të treguar të paktën që jo thjesht narracionin që ka ngritur
shtetëror të tyre, por edhe shumë problematika tjera e kanë futur Ballkanin në këtë qorsokak në të cilin është. Por, ja ku jemi, më vjen keq tek ne që ka një qasje gati naive për sa i përket Serbisë, sepse duhet njohim dhe atë gjoj dhe ju e ndjeni se intervistoni shumë nga Kosova. Duhet jemi koshient diçka edhe për trashëgiminë e tyre të Kosovës. Shumë njerëz në Shqipëri nuk arrin të kuptojnë që trashëgimia serbe në Kosovë është një trashëgimi e madhe dhe autoritetet e Kosovës duhet të jenë të kujdesshme që këtë trashëgimi t'ja u respektojnë. Por nga ana tjetër, Letë për manastiret ben apo? Manastiret, patjetër. Manastiret, kjo është pjesë e kulturës mesjetare të tyre. Por nga ana tjetër, shqiptarët duhet kujdesen sa më shumë që strukturat paralele të tyre me çdo mënyrë, me çdo mjet, po qoftë dhe me diskriminimin pozitiv, që është mjeti më i mirë, t'i shuajnë pak nga pak. Sepse kështu Kosova, më besoni, duhet në cejtnot vazhdueshëm dhe ajo futnota ka për të ngelur edhe për shumë dekada aty. Ben, dhe një pyetje për situatën politike në Kosovë. Mund shkohet drejt zgjedhjeve të 5-ta ose të 6-ta, në më pak se një vit e gjysmë. Çfarë bën përshtypje, pse kjo papjekuri kaq e madhe, Kurti ka një mandat të plot për të qeverisur, një shumicë goxha komode, por nuk ka votat për ta zgjedhur presidentin i vetëm. Pse mungoj konsensusi? Gjoj, t'ju them, ko më përpara besoj që ishte një lloj papjekurie, por tani shikoj hapur që është më shumë se papjekuri. Është pavedia që Kosova është shtet e para. Dhe dyta që është më e dhimbshme është që duket që dora jo vetëm e Serbisë, po edhe faktorëve të ndryshëm dekonstruktiv për Kosovën është jashtëzakonisht e madhe. Dhe çështja e keqja është ajo të cilën ne shqiptarët po tregojmë në rastin e Kosovës, që neve nuk bëhemi dot bashkë përballë situatave të tilla. Nuk kemi mësuar dot nga historia dhe që në mesjet, domethënë, Skënderbeu atë pati si ajo ishte filli që i bashkoi gjithë princat shqiptar, një pjesë të tyre shumë të përçar, po mos jemi të bashkuar, tha, neve do mbarojmë. Dhe në fakt shumë mbaruan sepse u përçan, domethënë. Ashtu jemi ne tani, të përçar pafund, me interesa lokale shumë të vogla dhe mbi të gjitha më shumë flasim për mite false se sa për mitin e jetës. Dhe miti i jetës është që Kosova të jetë shteti i dytë shqiptar, që ndoshta në një të ardhme, kur unë besoj që Europa nuk do jetë më kaq e qetë, të paktën të dyja vendet tona të bashkohen edhe të jemi jo shtet federativ. Ne nuk mund të jemi shtet federativ sepse jemi një kombë përbashkët, po të jemi një shtet i madh dhe të paktën mos kemi frikë nga fqinjët. Duket që atë që nuk e bëjnë dot të huajt, ne po e bëjmë vetë me këtë. Dhe këtu kam diçka Gjoj që dua ta ndaj me ju. Rasti i Kosovës po i ngjason shumë rastit të Bosnjë Hercegovinës. E dini cili është problemi më i madh i Federatës Bosnjës? Nuk është Republika Srpske. Nuk është më as pjesa më e vështirë e tyre, që është pjesa e Hercegovinës, drejtimi kroat. Po janë vetë muslimanët që janë përçar dhe që ata po e bëjnë gati të pamundur ekzistencën e Federatës Bosnjës. Edhe në këtë rast, shqiptarët po godasin vetë shtetin e tyre që u bë me mundim, që u bë me konjunkturat të jashtëzakonshme, si ishin dhe konjunkturat ato që u bën, dhe në një moment të historisë që unë nuk mendoj se mund të përsëritet dy herë. Prandaj besoj në këto orët e fundit, nuk shikoj shenja pozitive fare, dhe ti shikon atë, jo thjesht servilizmin, po ti shikon që çfarë niveli janë politikanët kosovar, u rrofta i artikulimi madh që bëjnë, që nuk din të paktën të lexojnë kushtetutën e tyre dhe ca gjëra të sakta, që në 5 prill duhet të kishin presidentin e tyre, po dhe që të futeshin në normalitet. Në qartë, Beni, shumë faleminderit që ishe me ne. Faleminderit. Ne si të bisedonim.
Mirë që ishim me analistin Berandoni në bisedë se i takon zhvillimet ndërkombëtare, por edhe atyre lokale, folëm se i takon gjendjes së Iranit, situatës në ngushticën e Hormuzit, por dhe një përplasje brenda NATO-s mbi formën se si duhet trajtuar rasti. Folëm gjithashtu për kontekstin e Shqipërisë dhe të Kosovës në këtë mosdakordsi të madhe të NATO-s, por gjithashtu edhe për zhvillimet në Kosovë dhe në Serbi. Ne do të ecim më tej, do të kalojmë në reklama, kthehemi pas pak në studio.